greke. Tani çfarë rrugë do ndjekësh, do t'i drejtohesh në një gjykata apo siç e them më lart, ky është një veprim administrativ dhe nuk të lehen që ta ankimosh këtë mos i çështje për ta ndjek apo do thjesht do ta mbash si grad në një nga gradat e shumta që ke. Tani që mos bëj atë që bëri Berisha që hodhi Blinkenin në gjyq në Francë, në Paris, sepse thash është një vendim që nuk ke ku ankohesh dhe si ankohesh, e para, e dyta. Edhe nëse unë duaj të përfshihet në ligjore greke, nuk e kam as mundësinë financiare ta bëj këtë gjë. Nuk e bëj dot në Shqipëri, ta bëj dot në Greqi. Sigurisht që me organizatën ndërkombëtare të gazetarëve janë përpjekur, kanë kontaktuar me ta, me struktura që merren kryesisht me këto çështje në Parlamentin Evropian në Bruksel, po kemi të bëjmë me eurodeputetat që është direkt ai, por mos themi dhe për eurodeputetat e tjerë që mbrojnë interesat greke dhe Shqipëria nuk është një vendatar i Bashkimit Evropian. Pra si them, është më tepër do të jetë më tepër një betejë që do të bëhet në ajër, duke ndjekur rrugë diplomatike dhe mediatike, sepse rrugë ligjore janë të mbyllura, është një vendim i shtetit grek, nuk është një vendim gjyqësor. Ore, ata mund të shkonte mendja të bënin edhe ndonjë prapësi tjetër, se ai të lindit të hyjë në territor grek, edhe ta arrestonte atje brenda dhe çonte për ndonjë sa janë ndonjë çështje penale që mos kishte nga të vija. Kështu që dashur pa dashur, ma kanë bërë një nder dhe një favor, por këtë e bën thash edhe një herë, se këtë ne i bëjmë dhe në Shqipëri. Ka shumë njerëz në Shqipëri, edhe përfshirë zëra publik, të cilët kanë mbajtur qëndrime konkrete ndaj problematika që kanë shkaktuar Greqia apo enturazhi i tyre në Shqipëri dhe janë penalizuar nga autoritetet tona me ndikim grek. U shpreh karriera, përfshirë dhe prokurorin që do kish më mbrapa në intervistë. U është në prerë karriera. Pra duke u bërë të qartë që kush merret me Greqinë, ti thrasin mendje se ne jemi më të fortë se ju dhe ne do t'u godasim në vendin tuaj, se s'është puna po më prish punë Greqiaj. Pa po mundohet më dëmtojnë në Shqipëri thash. Ai praktikisht më ka ndërprerë me atë vendim, jo se kam pas mendur më bë politikan ose më bë zgjedhër vendor. Por nëse unë do ta tentoj këtë gjë, kam të ndaluar për shkak të këtij vendimi që kam marrë nga Greqia. Gjithsesi, unë do vazhdoj të bëj të njëjtën gjë që kam bërë deri tani, jo vetëm shqiponjën e flamën shqiptare, të mbroj interesat shqiptare kudo që ata janë, por u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve. Se mos të tyre që si puna ime kanë vetëm një pasaportë, kemi vetëm atë pasaportë shqiptare, ne do ta luftojmë këtu, nuk duhet të ikim. Pra duhet të luftojmë këtu brenda. Nuk duhet të trembemi, nuk duhet si them të na joshin në raste të tjera. Nuk duhet të dorëzohemi kur jemi në të drejtën tonë.